Se muaji i Ramazanit është muaji i unitetit dhe solidaritetit, këtë ka dëshmuar edhe iftari i shtruar nga kuzhina popullore e Mona, që ka mbush sofrat e iftarit për 100 persona. Ky iftar që organizon kjo kuzhinë financohej nga një mërgjimtar nga fshati Vërtok, i cili jeton dhe vepron në Zvicër. I gjithë ushqimi i përgatitur u servua në paketime adekuate dhe familjeve të dedikuara u është dërguar deri në shtëpitë e tyre. Nga kuzhina popullore e Mona bëjnë me dije se iftari do të ketë edhe netve të tjera, të cilët do të vinë nga donatorët, miqt dhe dashamirët e kuzhinës. Bamirësi Sinan Elezi ka falëndëruar solidaritetin e treguar nga bamirësit, në veçanti mërgjimtarët. Kjo dhurat vin njëni prej Vërtokut, tra në Gostivar, punojnë Zvicër, ki për herë ka qenë bamirës i rregull, çdo vit ka dhënë ka di 3 herë kontribut për nevojtarët, në emnin tim personal, në emnin e nevojtarëve, në emnin e personave të restoranteve që kanë ndihmuar, zoti këtij bamirës i dhash net lumturi, bereqet dhe bamizve, donatorëve, makar këtë muaj në shenjtë të Ramazanit të jenë sa më afër nevojtarëve, se nevojtarët kanë nevojë këtë muaj në shenjtë ta gëzojnë. Për Ramazan tashmë është bërë traditë që në oborin e kuzhinës popullore e Mona gjatë ditëve të agjerimit të muajit të bekuar të Ramazanit të përgatitet iftari përbashkët për skamnorët e qytetit dhe vendbanimeve përreth. Donatorët dhe pronarët e kuzhinës e Mona nuk i zbraps nga një jeti qëllimir asgjë edhe si vjet. Ata premtojnë që edhe gjatë këtij 10 ditësh të fundit të mbetur të Ramazanit, asnjë nevojtar nuk do të mbetet pa ushqim.